kemi ardhur përsëri në qytetin antik të Apollonisë, në vijim të emisioneve tona, por sidomos të emisionit fundit që ne kishim kushtuar, siç edhe keni ndjekur zbulimeve të bëra në qytetin e pjesës helenistike, pa për te pjesës së periudhës romake që ne tashme kemi njohur gjithësisht. Si dhe herë të tjera kemi ardhur me historianin Ilirian Gjika për të takuar posaçërisht profesor Jean-Luc Lambolet për gjegjen e punimeve të ekspeditës shqiptaro-franceze dhe pikërisht profesori ka një periudhë prej 8 vjetësh, që është nga viti 1999, që drejton punimet me shumë sukses në këtë qendër kaq të rëndësishme kombëtare të arkeologjisë. Ju patët rast radhën e kaluar që të shikoni disa nga zbulimet e bëra dhe tashti nga biseda, njëkohësisht me plotësimin edhe pamjeve që mund na bëj mjeshtri Korita me këtë rast, dhe që për ta bërë bisedën dhe për të patur një pamje më të gjerë të punimeve që janë kryer, atëherë po ja lëm mikrofonin ton të kambrës historianit Gjika për të bashkëbiseduar me profesor Lambolen. Atëherë, ju falenderit profesor Maku, po i drejtojmë miku ton të përbashkët, Jean-Lucut. Jean-Luc, keni shumë vite në Fier, a ndjeni pak fierak? Ndihem më tepër qytetari i Apollonisë, sepse duke u marrë me antikitetin, e cila është puna ime, më pëlqen të ndihem qytetari i Apollonisë. Plus, nëse Fieri ka dëshirë të më bëjë mua qytetar nderi, do ta pranoja me kënaqësi këtë. Profesor Maku, kjo është interesante. Mund ta zhvillojmë si bisedë bashkërisht. Ne kemi në Fier një rrugë që quhet Leon Rey. Dhe kemi qysh nga viti 1964. Dhe kjo është për nder të arkeologut të famshëm Leon Rey, i cili qysh nga viti 1924 deri në vitin 1939 drejtoi ngërmimet arkeologjike. Historian Iliriani e kish fjalën për një vazhdimësi të traditës franceze nga i madhi Leon Rey, dhe unë do t'i quaja pikërisht këta shkencëtar të sotëm të kohëve moderne si pasardhës të Leon Reyt, dhe jam i bindur që gjurmat që po na lënë me zbulimet më të reja janë pikërisht realizimi praktik i nderuar Ilirian, këtë do të thoshe i ëndrrave, i përfytyrimeve që ka pasur i madhi Leon Rey për të ardhmen e qytetit antik të Apollonisë. Besoj se këtu e kishe fjalën për të dalë. Jean-Luc, ju keni 8 ose 9 vite në Apolloni. Jean-Luc, voi siete qua in Apollonia da 8-9 anni. Dal 94 mi sembra? Ho iniziato lo scavo nel 94. L'espedizione francese, albano-francese, è il risultato del lavoro molto paziente del professor Caban. Pararense, ka qenë professor Pierre Caban. Perché durante tutto il periodo comunista Si gjatë periudhës komuniste, ai ka mbajtur lidhjen shkencore midis Shqipërisë dhe Francës. Nel 91, nel 92-93, kur Shqipëria la regjimin komunist, ka qenë profesor Caban, i cili ka bërë lidhjet dhe ka riformuar grupin arkeologjik shqiptaro-francez. Nga 99, profesor Caban ka dalë në pension dhe këtë zinxhir e vazhdova unë, dhe për të thënë që ky zinxhir ka vazhduar nga Leon Rey, nga profesor Caban deri tek profesor Jean-Luc Lambolet. Un'altra cosa forse da precisare, lei ha detto che i risultati durante Korrigjim të vogël për sa thatë nga 49-ta që albanesi non avevano misioni arkeologjik shqiptar nga 49-ta nuk ka pasur shumë rezultat. Mund t'ju korrigjoj pak, thotë.
perché ci sono grandi Mund të nomi anche përmendim shumë arkeologë shqiptar dell'archeologia të cilët kanë albanese. punuar Voglio gjatë citare kësaj periudhe, Hasan që nga poi profesor il figlio, Hasan Meritan Ceka, Ceka, i poi ci biri sono zoti anche Neritan Ceka, Alessandra Mano, suo doktoresh marito, quindi Aleksandra Mano forse i dhe risultati non i sono shoqi stati Burhan conosciuti Dahutaj, all'estero per ragione della të lingua cilët kanë shqiptare. punuar, por Però se noi për shkak leggiamo i të risultati nella rivista shqipes, Imiria gjuhës si vede shqipe, che molti nuk lavori sono kanë stati fatti depërtuar in këto questo studime jashtë shteti dhe janë publikuar tek quindi revista sì, Iliria. sulla missione franco-albanese è vero che noi Është në abbiamo publikime fatto si për adesso revista Atlas l'Atlante, e arkeologjisë me 395 faqe, e cila do azhonoj punimet e këtyre viteve të misionit shqiptaro-francez në Shqipëri, me mbi mësinë, me gërmimet, me gërmimet e reja që janë gjetur në këtë vend antik. Poi ci saranno altri volumi. Dobbiamo pubblicare adesso tutti gli scavi che abbiamo fatto nella zona a nord. Del në ribotim revista e dytë, e cila do vazhdoj me publikimin e pjesës arkeologjike të portikut, ku profesor Leon Rey ka lënë punimet përgjysmë, të cilët ne i kemi zbuluar që nga një rrugë e shenjtë, nga tempujt edhe cisterna dhe magazini dhe një ndërtesë e madhe besimi fetare. Ndërtesë fillon në rruga e shenjtë. Rruga që lidh pikërisht Stoan ose shëtitorin e madhe që zbuloi Leon Rey me rrugën për në Akropol. Atëre, profesor, do t'i pyesja, sa vite u bën Apoloni? Sì, dal 94. Le campagne di scavo durano që nga viti 1994 është këtu profesori dhe ka çdo vit dhe çdo vit nga një muaj. Prossimo, così faremo così come mendojmë të bëjmë tamam vitet e profesor Rejt. Profesor Mako, mendoni se profesor Jean-Luc do ta thyej misionin ose ato do ta thyej rekordin e Leon Reyt? Në fillim e kuptuam se kur bëhesh fjalë për një periudhë që nga viti 1999, pra 8 vjet, kurse këtu kemi të bëjmë praktikisht me 13 vjet. Por unë jo vetëm që shpreh një bindje për të arritur 14 vjet, por do të ftoja profesorin që gjithë kjo hapësirë ende e pas zbuluar, ndoshta do të kërkoj edhe vite të tjera. Profesori, siç e njohëm nga CV-ja para prake, ka një eksperiencë të kalibrit europian, ndoshta edhe botror. Ka kryer misione të rëndësishme arkeologjike në Francë dhe në Itali, dhe pikërisht kjo eksperiencë franco-italiane e kombinuar me eksperiencën e arkeologëve të shquar shqiptar, siç është i nderuar profesor Jean-Luc Lambalem, do ta çoj më përpara Apolonin, mbasi brezat duan ta shikojnë sa më shpejt dhe sa më parë me sytë e tyre atë që fsheh nën toka. Prandaj, jo vetëm për të thyer një rekord kohor, sepse këtu nuk bëhet fjalë për një kohë kalendarike, mbasi edhe përvoja franceze, europiane, edhe shqiptare, dhe aq më tepër mjetet moderne, të cilat janë në dispozicion të ekspeditave moderne, do të bëjnë të mundur që të kemi një shtrirje dhe një qartësim të mëtejshëm të këtij qyteti të famshëm të Apolonisë. Ju thatë pak më parë në bisedën shoqërore që kishim se keni lidhje me familjen e Leon Reyt, me djalin e tij Jean Gabrielin. Do ishte diçka interesante për teleshikuesin e televizionit Apollon të dinte diçka rreth kësaj ndodhie ose rreth kësaj njohje. Sì, ho conosciuto Jean Gabriel Rey all'occasione del colloquio che è stato fatto qui
penso ormai 4 anni fa, per la commemorazione degli scavi di Leon Re, e ovviamente il suo figlio era invitato, quindi l'ho conosciuto in questa occasione. E poi lui vive a Parigi e abbiamo avuto l'occasione di ritrovarci ogni tanto per parlare. Jam njohur me djalin e profesor Leon Rejt 4 vite më parë, kur është bërë një mbledhje këtu në memorje të profesor Rejt, të veprimtarisë të tij. Plus jemi riparë në Paris, sepse ai jeton në Paris, dhe për një dokumentar bashkë me një gazetare. Ky dokumentari bën fjalë për veprimtarinë e profesor Leon Rejt. Profesor Mako, ndjej se diçka do thoni në këtë rast. Ju zgjova dhe juve një vizion si banor i kësaj treve. Po kaloj juve pikërisht këtë mikrofon. Unë të doja të përktheni diçka profesorit të shkuar, se kam pasur fatit që personalisht ta njoh Apollonin qysh në moshën 9 vjeç. Do t'i thosha teleshikuesit se Apollonia nuk zgjon kureshtjen vetëm tek të rriturit, tek rinia, por pikërisht këtu edhe një fëmijë, po flas për fëmijët e sotëm, për adoleshentët, për rinin, të në tërësi për popullatën, që Apollonia nuk është vetëm një vend, në këtë disa herë kemi thënë, nuk është vetëm një vend pelegrinazhi turistik, po, që njerëzit gjithmonë i kemi ftuar të vinë në këtë ambient të jashtëzakonshëm, pushimi dhe çlodhjeje, por të zgjojmë atyre një lloj krenarie të ligjshme për vlerat e mëdha. Dhe sot madje unë lexova nga profesor Ceka, Meritan Ceka, që në fundit të mos krijojnë përshtypjen se këtu kanë qenë vetëm kolonët, qoftë Helen dhe më pas Romak. Ka qenë Ilirët, prandaj themi qyteti antik i Ilirisë, tek Apollonia. Është vlera jonë. Domethënë ishin ata, midis tyre ka pasur mjeshtra, gdhendës, ka pasur artist, Odeoni, nuk frekuentoi vetëm nga popullata të zëm e të ardhurve, po kanë qenë dhe vendësit. Gjithë kjo treve rreth e rrotull që punonte, një shkrirje e kulturave. Midis po e quajmë një qytet fundit të përbashkët, unë shpreh mendimin tim. Është një qytet i përbashkët, Heleno Ilir, Romako Ilir. Dhe këtu neve kemi pjesën tonë, jo vetëm se është në trullin tonë, po neve këtu ka ma piknisje dhe kultura jonë e lashtë, historia jonë e lashtë, që na e zbërthen në konkretësi edhe profesor Iliri. Thani ligjika në kuptimin e historisë, të historianit. Kemi përdorur këtë teknikë nëpërmjet metodave elektromagnetike midis dy kodrave dhe kemi bërë këto zbulime të fundit. Tani mund t'ju jap rezultatet që vijnë nga kjo metodë gjeofizike. Atëherë, profesor, cili ka qenë zbulimi i fundit në Apollonin? Ne para pak ditësh jemi përpjekur, apo jo, profesor Maku, të marrim diçka nëpërmjet kamerës tonë. Kemi intervistuar dhe kolegun e profesorit, arkeologun shqiptar Lami Koço, por themi që nuk e kemi realizuar tërësisht qëllimin. Quindi le ultime scoperte confermano. Në bazë të kësaj metode gjeofizike, po nxjerrim rezultatet, po bëjmë një tip harte dhe po e vizojmë dhe në bazë këtyre neve po zbulojmë verifikim të kësaj harte. Abbiamo la conferma che tra le due colline c'è l'agora, cioè la grande piazza pubblica di Apollonia, e questo è un elemento nuovo perché questo centro pubblico prima si pensava che era la zona del monumento delle agonotete scavate da Leon Re, invece non è il caso. La grande piazza pubblica
di Apollonia si trova tra le due colline e noi abbiamo scoperto e Në bazë të kësaj harte, ne kemi zbuluar që midis dy kodrave ndodhet agoraja ose sheshi publik, sheshi qendror publik, dhe sipas nesh është një zbulim shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm, që do të thotë që i cili te i kalon parashikimin e profesor Leon Reit, që mendonte që ishte sheshi publik tek agor në tetet. Il secondo elemento nuovo, sempre una verifica della carta della prospezione geofisica, abbiamo potuto verificare la zona dell'abitato privato. Fino a oggi l'abitato privato, cioè le case. Dhe së dyti kemi zbuluar në bazë të hartës, po bëjmë verifikimin për e noi abbiamo potuto localizzare su tutto il pendio occidentale për disa banesa, lagje, 3 lagje banimi të Apollonisë që i përkojnë periudhës arkaike, që nga periudha fundi i shekullit të 6 para Krishtit deri në periudhën e perandorisë romake, i cili është fundi ose lënia e këtij qyteti dhe braktisja e këtij qyteti, dhe këtu kemi gjithë historinë e Apollonisë që nga fillimi deri në braktisjen e qytetit antik. Kjo ishte një ide shumë interesante e profesor Maku, që profesor Jean-Luc Lambolet e shpjegoi, është i pari arkeolog. Ne mendonim, ose unë mendoja personalisht, profesor Maku, se aty ku mbaronte puna e arkeologut, fillonte puna e historianit. Po do ta falenderoja shumë profesorin për ndihmën e madhe me këtë ide që na dha për mbi zbulimet e fundit arkeologjike të Apollonisë, dhe që do ta falenderoj edhe për faktin se me këto opinione që ai ka nxjerr nga punimet e tij të përvitshme në Apolloni, e theu atë hermetizimin që ekzistonte këto vite të fundit pikërisht mbi këtë ekspeditë arkeologjike, të cilën ne nuk mundëm ta zbulonim javën e shkuar, por erdhi kjo ditë që qendra kryesore e këtij qyteti ka qenë pikërisht fusha ose lugina midis të dy kodrave, kotave 101 metër mbi nivelin e detit, ose kotës veriore dhe kotës jugore 105 metër mbi nivelin e detit. Pikërisht ajo që është quajtur qendra greke, që fillon qysh nga periudha arkaike, shekulli 6 para Krishtit, dhe vazhdon pa ndërprer derisa Apollonia kaloi në pushtimin romak, shekulli 2 para Krishtit, dhe deri në braktisjen e saj diku nga shekulli 3, 4 ose shekulli 5 para Krishtit. Ne gjetëm diku shenja djegje. Profesor Skënder Muçaj para disa kohësh na dha dhe një dëshmi tjetër në bisedën që kemi bërë në muajin maj, ju dhe unë bashkë me të këtu në Apolloni, që ishin gotët ata që i dhanë grushtin e fundit këtij qyteti, megjithatë këto mbeten hipoteza, mbeten për të vërtetuar, mbeten për të ardhur ndoshta një herë tjetër ose disa herë të tjera konkretisht me kamerën tonë të zbulojmë edhe monedat, edhe objektet, edhe shtresat kulturore. Megjithatë, unë do ta falenderoja profesor Jean-Lucun për pikërisht këtë ide të plot që na dha, dhe mendoj se ne të dy, operatori Nuri Korita dhe teleshikuesit që na ndjekin, do të kemi ndikime që ashtu si Bashkia e Nderuar e qytetit tonë në vitet demokracisë i dha një titull Leon Reit, ndoshta për kontributin e tij dhe profesor Jean-Lucun do ta vlerësoj. Unë nuk e di, e thash këtë ngacmim, por mikrofonin po ka kaloj juve, mbasa keni ndonjë ide më të plot. Para se të niseshim, unë përsëri mora kontakt me presidentin e televizionit, i cili ishte interesuar posaçërisht për të njohur me profesorin e me punimet e tij. Dhe porositi nga anë e tij, president Rustemi, që ta përshëndesnin profesorin dhe ekspeditin e përbashkët për këtë punë shumë të çmuar që bëhet në të mirë të propagandimit të vlerave të mëdha të antikitetit i lirë. Njëkohësisht do të doja dhe një përshëndetje të profesorit
për televizionin me rastin e kësaj feste dhe një përshëndetje natyrisht për shikuesin e gjerë të televizionit Apollon, sepse është një televizion rajonal, po ja themi profesorit, i cili mbulon të paktën si popullsi 1 milion banor dhe ka një shtrirje që kap thojse do të thoshe 1/3 e Shqipërisë. Quindi voglio ringraziare tutti i colleghi qui presenti per questa intervista. Penso che sia molto importante. Ishte me shumë interes për neve që ta bënim të njohur qytetin e Apollonisë, jo vetëm për krahinën e Fierit, për qarkun e Fierit, po edhe për gjithë Shqipërinë dhe për jashtë shtetit. Dhe me shohim këto 2 vitet e fundit, po vinë shumë turistë, të cilët janë të interesuar dhe për ne është një inkurajim i madh për punën që po bëjmë këtu në këtë dhe në këtë park arkeologjik, plus edhe për njerëzit të cilët janë të interesuar për të njohur këtë vend antik. Ai thotë që jeni të ftuar zyrtarisht që të vini të shikoni gërmimet së afërmi gjatë këtyre ditëve paradite. Atëherë të nderuar teleshikues, pa e falenderojmë dhe njëherë profesorin dhe ashtu siç bisedoj me presidentin e televizionit tonë Rustemi, ai bëri një ftesë posaçërisht për këtë për presidentin tonë pra, dhe ne do të vim një herë tjetër paradite gjatë gërmimeve për të parë më nga afër. Sigurisht do të kemi edhe një ditë me diell, besojmë, mbasi edhe kushtet tani janë pak të vështira dhe ne këtu po e lëm bisedën për ta vazhduar gjatë këtyre ditëve për ta transmetuar në emisionin tjetër të radhës mbas kësaj të premteje. Atëherë po e lëm këtu, po ju urojmë profesorit natën e mirë, të kaloj një mbrëmje të gëzuar dhe suksese